Në qarkun e Vlorës, procesi numërimit të votave në rang qarku për subjektet politike, por edhe për kandidatët preferencial ka përfunduar në orët e para të mëngjesit të ditës së mërkurë. Për sa i përket qarkut Vlorë, rezultati zgjedhor për partitë politike ka qenë 8-4, pra 8 mandate të Partisë Socialiste përkundrejt 4 mandateve të Partisë Demokratike dhe Koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Por nisja e procesit të numërimit të votave të diasporës bëri që rezultati zgjedhor të shkonte në 9-3, ku Partia Socialiste mori një tjetër mandat në Vlorë. Krahas verdiktit final, që vendosi në këtë fushat zgjedhore vota e diasporës, po pritet me tepër interes të lartë në qytetin e Vlorës. Ndërkohë, konfirmuar zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për sa i përket diasporës, janë numëruar deri më tani 8.841 zarfe nga 15.655 që kanë bërritur në Shqipëri dhe i përkasin votuesve në qarkun Vlorë. Në zarfet, të cilat kanë bërritur në rang vendi, pritet të dalë edhe përgjigja e pyetjes së fundit të mbetur nga kjo fushat zgjedhore. Pyetjes ku përgjigja e së cilës mezi po pritet nga 2 kandidatët për deputet në qarkun Vlorë, Klevis Kaso dhe Vasil Llajo. Midis Llajos dhe Kasos, 272 vota është diferenca, me Vasil Llajon momentalisht në avantazh me votat e numëruara në rang qarku. Por procesi numërimit të votave në diaspor do të vendos se kush prej tyre do të shkojë në kuvendin e Shqipërisë, duke qenë se përqindja më e lartë e votave është në Vlorë dhe këto vota vijnë kryesisht nga shteti fqinj i Italisë në numër më të lartë. Atëherë, i zëvendës kryetari i Bashkisë së Vlorës, Klevis Kaso, ka tepër shanse reale për të mposhtur diferencën dhe për të dalë fitues si deputet. Ndërkohë, procesi numërimit të votave të diasporës po vijon, teksa deri më tani Partia Socialiste ka siguruar 5.343 vota, përkundrejt 1.361 votave të PD dhe ASHM. Pas përfundimit të votave për subjektet politike, do të nisë numërimi në Tiranë i votave për kandidatët preferencial për deputet, ku përfundimi i tij do të zbardhë gjithçka, por deri në përfundim, i cili pritet të marrë disa ditë kohë, kurreshtja mbetet e madhe se kush do të jetë emri i nënt që do të shkojë nga Vlora për Partinë Socialiste në kuvend, ose i thënë ndryshe, emri 5 nga lista e hapur të këtij subjekti politik do të jetë Klevis Kaso apo Vasil Llajo. Kjo gjë pritet të zbardhet në ditën në vijim.